të gjithëve, mirë se erdhët në Villa 24, mirë mëngjes Kati. Mirë mëngjes e dashur. Si e sot? Jam shumë mirë dhe jam gati këtu për të përshëndetur dhe Anvisë dhe Mia, duke i uruar një ditë bukur dhe t'i ftoj këtu te këndi Joni Gatimit për të treguar recetat që do të përcjellin për ato sot. Dhe çfarë ka menduar sot? Pra do të mendojmë të bëjmë gatime të cilat t'u vijnë në ndihmë Anvisave. Patjetër. Domethënë të jenë ato, si thua, të nënave, të gjysheve tona, domethënë ato tradicionale, të jenë ekonomike, të jenë të thjeshta për të përgatitur dhe të ushqishme për të gjithë pjesëtarët e familjes. Patjetër. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Do të bëjmë qofte me perime, them unë, dhe do të tregoj mënyrën se do ta bëjmë, sepse do të na duhet mish, do të perime, do të kemi patate, karota, presh, sepse ka dalë preshi tani në vend të qepës do të hedhë brenda tek supa presh, selino, mund të përdorni edhe atë rënjën të Kujt? Linas. selinos. Okej. Edhe gjethet, që ti përgjithsisht i përdor edhe për dekor, për zbukurinë të pjatave. Dhe këto është, faktikisht i kam heq më nja, sepse hidhe në momentin e fundit. Këtë doja të thosh edhe më ashtu. Nese, ne do të tregoj mënyrën se si do të bëhet, këto janë përbërësit që do të na duhen, sigurisht edhe vezë, do të pritet me vezë dhe limon, do të më duhet edhe një lugë niseshte, unë kam menduar të me thënë 2 ose 1 lugë gjalp edhe 1 ose 2 lugë vaj. Pra kjo varet edhe nga sasia e mishit që ju do të përdorni. Gjithashtu do të bëjmë edhe specat të pjekura, të cilat do t'i mbushim me djath ose dhe me gjizë, por do t'i pjekim në momentin e dytë që do t'i vendosim në furrë, unë them që do them aty që e kam edhe me qep, sepse do të përdor edhe qep në momentin e fundit. Pra, specat në fillim fare, si që shikoni, kam prerë këtu, do të tregoj mënyrën, do me thënë se si mund t'a presim një spec. Po, pra heqim atë pjesën si ka pak, e pastrojmë nga farat. Dhe kjo bëhet me qëllim që unë të heq pjesën e cipës fillimisht, pra i pjek fillimisht këto në furrë, dhe pastaj i mbush. Dhe vendos përsëri në furrë, pregatis mbushjen, i mbush, i pres atë qepën në fetza kështu, sepse qepa në atë moment i jepa shumë shije, do me thënë specave, edhe gjithë komplet bëhet, si thuash, një pjatë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Pra në momentin e parë që i vendosim në furrë, nuk do i lëm 100% të piqen me që do rikthejmë? Jo, thjesht që të hiqim atë cipën. Thjesht që t'i pastrojmë, do me thënë që kur t'i mbushim, t'i kemi të pastra dhe kur t'i konsumojmë, t'i kemi më... me krip, se që është e vërteta kripa i ndihmon për të hequr më shpejt cipën. Ja, nuk e dija këto, mësuam një sekret. Kripa, përveç se i jep kashije specave, kur pishen, i ndihmon edhe të pastrohen lehtësisht nga pak vaj, edhe vaj i pjek më shpejt. Po, edhe jep dhe shije në të njëjtën kohë. Shumë këto i kemi gati për ta vendosur në furrë. Furrën e kemi të ndezur më përpara në një temperaturë, po, 200 gradë. Varet këto nga lloji furrave që kemi në shtëpi, kështu që neve këtë i lëm që të na piqen dhe do të rikthehemi pastaj për të treguar domethënë se si do të vazhdojmë më mbrapa me recetën. Dhe që mos të harxojmë kohën dhe të fillojmë menjëherë me recetën e radhës, ne do të bëjmë tani këtu kemi mish të grir, them unë 400 s'ka që ne pastrojmë ato. Kemi 400 gram mish. Mish të grirë, tani mund t'a keni të përzier, mund t'a keni mish viçi, të e përzini ju, nuk ju si pas dëshirës. Si pas dëshirës dhe preferencës dhe preferencës së secilës. Tani këtë duam që qepë. Duaj ajo peceta aty poshtë lëvizën. Do t'a vëjmë tek makina grirëse, sepse këtë e dua që t'jetë e grirë imët. Në rregull. Po, si për qofte. Po. Më thuaj, kur të kesh një moment të lirë për recetat, pa të ndërprer unë? Po, ja, sekonda Jo, vazhdoti, kur të kesh ti një pauzë, sepse janë më të rëndësishme shpjegimet e tua, sepse recetat i shohim edhe në vazhdim. E bëm, së mbrapsi. S'ka gjë. Mirë, ndërkohë që Kati grin qepën, unë po i kthejmë pak recetës që prezentuam në fillim fare të specave, sepse sigurisht që do t'i mbushim. Edhe njako e kemi në ekran, specat të kuq të pjekur të mbushur me djath e qep. 10 specat të kuq, sigurisht kjo është në varësi për sa persona ju po gatuani, jo? Se mund të bëni 5, mund të bëni 10, varet sa konsumator ka brenda tryezës tuaj dhe familjes tuaj dhe shtëpisë tuaj. Na duhen 300 gram djath ose gjiz, një qep, 2 thelpinj hudhra, një spec djegës, vaj majdanoz, krip edhe piper
Kjo është receta e specave të kuq të pjekur e të mbushur, sigurisht që pas pak do të tregojmë edhe se me çfarë ne do t'i mbushim, kush janë bulmetrat që ne zgjedhim për të gatuar në Villa 24, nëse doni t'i mbushni me djath, keni këtë paketimin që unë mbaj në duar, që vjen sigurisht nga Lufra. Jo vetëm në këtë recetë, po djathi është aty nga mëngjesi deri në mbrëmje. Duhet thënë që pas mishit, shqiptarët janë ndër konsumatorët e djathit dhe të bulmetit në masë, sepse gjen terren kudo, në të gjitha vaktet, ndërkohë që këtu kemi njomzën, që sërish në këtë recetë do ta përdorim kati njomzën? Po, e mendova dhe thashon se me djath ose me njomës, me atë gjisë. Edhe me të dyja mirë do ishte, mua më pëlqejnë kur i përzim bulmetrat bashkë. Edhe prandaj ka marrë Anila, sepse ç'është e vërtetë edhe mua ajo miksimi, qoftë në byreqe, qoftë edhe në këto mbushje të specave, më pëlqen, kështu që prandaj dhe ka marrë që të dyja. Shumë mirë. Si duket pas kemi të njëjtën shije. Kemi një lloj shije të përbashkët. Dhe shumë anvisa do ta kenë këtë shije. Pra ndodh ndonjëherë që na ka ngel pak gjisë, pak djath, i bëjmë një përzierje dhe i bëjmë si thua ashtu fërgesat e shpejta që përgatisim në shtëpi. Ndërkohë, ja ta bëjmë një çik këtë. Në grim qepën? Po. Okej, kemi bërë një grirje jo me dorë këtë herë, por me pajisje për ta bërë qepën të grirë. E duam që të jetë e grirë imët. Disa receta e duan të tillë, për të mos jetë në copuza të ndjeshme, edhe kur të konsumohen, dhe sigurisht të lidhen më mirë me brumin e qofteve. Tani këtu do të hedhim erza, më përpara do të shtoj orizin, të cilin atë me këtë lugë s'ka problem. E kemi të larë disa herë dhe e kemi, do me thënë, në ujë, pasi kemi larë në ujë që ai të zbutet. Gjithashtu, unë do t'i hedh pak lëng limoni, sepse i mban në, do me thënë, nuk na prishen qoftet. Si nuk na prishen? Nuk na thërmohen? Po, nuk thërmohen gjatë zjerjes, se do t'i bëjmë të zjerë. Dhe bëjmë të zjerë, harova, po. Po, ndërkohë ne këtë veprim mund ta bëjmë edhe kur bëjmë qofte për skuqje? Për të gjitha llojet e qofteve, kur janë qofte, do me thënë, me perime, nuk thisin vaj. Në këtë rast, nuk na hapen qoftet. E kuptoj. Ka disa sekrete në kuzhinë që kemi nevojë, do me thënë, që t'i dim. Tani këto s'më duhen, pastrojmë pak këtu dhe të grit Ndërkohë që imët. ti pastron, unë po vijoj pak të përmend të tjerë për bërës kuzhine që ne i kemi në tryezën tonë dhe na ndihmojnë për të realizuar receta të shkëlqyera për të gjitha vaktet e ditës, për bërës ushqimor dhe kompani të cilat ju i njihni edhe jam e sigurt që i përdor njësoj si ne, edhe sigurisht që është kompania Atlas me mielin Ola, pjesë e shtëpisë son, pjesë e Villa 24, e gatimeve tona, edhe e gjithçkaje që ne përgatisim me bazë brumi që nga mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli i mistrit, i bardh apo i verdh, na ka marrë malli për ca receta me misër, mielli integral, e plotë të tjera, gjithashtu edhe mielli për ëmbëlsira, mielli farinam që vjen në paketime më të vogla, që ka brenda jo vetëm mielin, por pluhurin fryrës edhe aroma të tjera, ndaj e thjeshtëson fare punën tuaj. Mjafton të keni mielin, e rritni shpejt e shpejt edhe realizoni një kek në shtëpi fare thjesht. Ja ku i kemi në ekran në këto momente, janë të bukura kështu kur i shep me ngjyra. Dhe çdo ngjyrë përkon me një lloj mielli për ta bërë më të lehtë edhe identifikimin në raftet e marketeve ku ju bëni pazar. E ndërkohë që mëngjesi dihet që është ai që ka nevojë për energji, ka nevojë për proteina, ka nevojë për të marrë vlera ushqyese dhe për të na dhënë mundësinë të kemi një vazhdimsi dite pa u ndjerë të lodhur, e sigurisht kush na jep të gjitha këto dhe është fare e thjeshtë për të përgatitur. Një kokërvez, siç Ovital na thot, për një plan ideal, nisë ditën me Ovital. Qoftë zier, qoftë në formën e një omlete, mëngjesi është ideal me një kokërvez, por sigurisht që dita vazhdon me praninë e vezëve në frigorifer, sepse shpesh na duhet edhe përgatime për përgatitjen e vakteve të ndryshme, për ëmbëlsira dhe pothuajse për gjithçka. Me qënë se jemi të këto përgatitet e shpejta për të dalë nga shtëpia, unë e di që shumë për jush përgatisin në mëngjes sanduiçe për t'ia dhënë fëmijëve në çantë, pse jo për t'i marrë me veten në punë, por edhe brenda shtëpisë. Vudi na vjen në ndihmë gjithmonë, plot shije me salçetë e saj kryesisht me bazë pule, ku siç Vudi na thotë, jo vetëm që aja na sjell gëzim, por dhe e kthen ditën tonë në një fest.
Edhe neve Të ditën dashko tonë do ta mjaftueshëm për të sistemuar gjithçka. Po, i sistemuam gjithçka dhe neve e sillim në festë sepse do kur gatuajmë, domethënë një gjë të shijshme, gëzojmë të gjithë në Është shtëpi. vërtet. Edhe i themi Ushqimi gjyqes është, ose nënës, lumturi më lumshin duar. vete, dashuri më vete, po. Ashtu. Kështu që edhe neve këtë po Hanjar, përpiqemi. çfarë shtuam Tani, tjetër? kemi fillimisht karotën, këtë të verdhën. Kemi Po. shtuar qepën, kemi shtuar orizin, kemi shtuar kopër majdanoz. Po. Këto janë përbërësit që neve hodhëm këtu tek brumi i qofteve. Baza Dhe e i bukur se qofteve. u bë me shtresa me ngjyra. Tani, prandaj e mora këtë, hedhim dhe një kokër vezë. Okej. Gjithmonë nuk ka rëndësi, ne i dim që vezët janë cilësore, por duhet provuar. Nuk e di nëse shifem, po me gjitha të ja do të hektu në qëndër dhe përsëri ajo do të ngeret kështu e plot. Pa. Ja, kokër Pra, veza. e verdha e vezës është tregues, sigurisht edhe e bardha, ka aromën, ka Po të kur është e verdha, është transparencën. edhe e bardha, sepse e verdha Por e ku verdha është dhe qëndron. më kollaj për ta identifikuar. Ashtu. Pra nëse kokra e saj qëndron kështu, e plot, e fryrë në sipërfaqe dhe e paprishur momentin që na gatuem, Ajo që- është një tregues që kemi Ajo të që bëjmë me një ngelet, produkt të freskët. piper, krip, i përzim dhe i bëjmë qofte. Por, fillimisht, unë do të lë këtë brumin e qofteve të më qëndroj, kështu bëheni dhe juve, mirë është, do me thënë që të filloni si fillim, ti përzjeni dhe ti lëni këto masat kështu, të qëndrojmë se lidhen me njëra tjetrën, edhe bëhen, si thuash, edhe më të shkrifta, kur i punojmë mirë, por ndërkohë që shkëmbejnë edhe shijen. Po. Mund t'i bëjmë edhe një ditë përpara? Pa tjetër që mund t'i bëjmë. Do të regojmë edhe mënyrat të tjera, do me thënë se si mund të përgatisim gjëra këto qoftet, mund t'i bëjmë një të djelë që janë anvisat në shtëpi, mund të përgatisim qofte nga këto, do me thënë me mish, mund të përgatisim qofte me perime, qofte të ndryshme dhe vendosin në ngrirje në frigorifer dhe i kanë gati në moment kur vinë nga puna, që për 20 minuta të bëhet gjella gati, se aj duan perimet në qoftë se kemi të grira hollë, kështu do me thënë në kubik të vegjël, kështu se si unë i kam pregatit. Kemi në ekran së bashku edhe recetën e supë me qofte dhe perime, vezë dhe limon. Për supën do të në duhet një patate, një deg selinon, një karot, disa presh, një lug gjalp, 2 lug vaj, 2 vezë, një lug niseshte, një limon, krip edhe piper. Kjo është receta e cila shfaqet her pas here, sigurisht që e kemi edhe këtu në këndin tonë. Të ndesobën, po. Ja me një herë. Të fillojmë me një herë aty tek pjesa e sobës. To do t'i lëmë të qëndrojmë, thanë kështu. Juve mund t'i lëni në shpire gjysmore të qëndrojmë. Ndërkohë që në ekran tani është faqur receta e qofteve, asaj që Kati sapo ka përgatitur. Të grim edhe këto. Pra kemi supën edhe qoftet. Shikojni vetë, ja, kemi mishin e grirë, etjerë, pra gjithçka që ju pat në ekran, ne i pam edhe teksa gatueshin do të rikthejmë përsëri, kështu që qëndrojnë vëmendshëm her pas here nëse doni t'i realizoni njësoj si Kati, se e di që dini të bëni qofte. Mirë, të gjithë të dinë, gjëra do me thënë ndryshojnë her pas here, edhe neve ndryshe i bënim, ndryshe po i bëjmë tani, ka mënyra të ndryshme, mund të bëjmë këto lloj perime, mund t'i bëjmë akoma edhe me spinaq. Tu kemi presh, me qënë se ka dalë preshi tani, dhe preshi e mbëlson edhe shion shumë supën. Dhe tani në dimër, preshi shkoj, do me thënë kalon shumë lloj suprash. Ti grim këto të dyja. Këto janë degza selinoje. Nëse që i shikojmë nëse janë të buta, në rast të kundërt, se kanë fije, i heqim, po këto janë të njoma. Pa, oke. Kështu që kur kanë fije dhe janë të forta, i pastrojmë. Selinoja është shumë e mirë edhe për salatra të ndryshme. Për salatra, për smoothie, si themi lëngje, Pse po më djegën sytë muaj? nga qepa. Po qepa u gri aty. E lëshoj esencën. Jo, e pa që kam dhe një kokër tjetër qepe këtu afër, po kjo është e pa grirë që Ajo është e pa grirë dhe se ka marrë dhe me të natë. Speca, që bë me speca? Ndërkohë këtu që thamë anvisave, neve kemi hedhur, jo, janë regu, se nuk ka vajtur kohë ta man fix. Këtu kemi hedhur, thamë edhe pak lëng limoni, duhet që t'i kujtojmë anvisat, mos t'i eshu. Tani këtu do t'edhim 2 lugë vaj, edhe do të shtojmë edhe gjalp thashun. Gjalpi në supra dhe sidomos tani në dimër, po gjithmonë është mirë të përdorim pak gjalp e pak vaj. Kam dëgjuar që thonë, Katerina, ne kemi në qikë probleme me shëndetin, me këto gjëra, për t'i shoh këtu tani. Ja, kaq. Në lidhje me konsumimin e gjalpit, po thua ti? Por dua të them që
nuk është ajo ideja që ka qenë dikur që thonë që gjalpi të bën dëm, kolesteroli, njëra e tjetër. Ndryshojnë gjërat. Ndryshojnë gjërat, studime të reja, ndryshime të reja në mënyrën e të ushqierit. E vërtet është. Kështu që Plus që kanë ca gatime që pa gjalp nuk kanë kuptim fare, por edhe kur i përzihen pak bashk, vaj në ullirit me gjalpin, shpesh, qoftë nëse atë skuqen e qepës të thjesht, apo në këto tani zbuten thjesht, nuk është se bëjnë kavërdisje, neve nuk kavërdisim gjëra në kuzhinë, por thjesht i zbusim. Okej. Një zbutje të lehtë. Edhe i hedhim të gjitha perimet një herë, sepse nuk do të bëj skuqje, atë që thash përpara, këtu kam edhe karot. Hedhim edhe karotën të prerë në kubik të vegjël. Do të shtojmë edhe patate, të cilat edhe ato i kemi të prera në kubik të vegjël. Një patate është. Një patate? Një patate, po. Një aromë të mirë ka lëshuar gjalpin në momentin që neve tani hodhëm gjalpin edhe vaj. Tërkohë këto thjesht një zbutje të lehtë. Dhe më mbrapa do të shtojmë ujë, që ujin do të vendosim tu, ta kemi të nxehtë ujë në momentin që e hedhim. I hedhim pak skrip, pak piper, dhe piper i hedhim në momentin e fundit që do të servim, pastaj sipas dëshirës. Këtu kam një seshte, kam limoni që do të përdor edhe cipën dhe lëngun e limonit, edhe do të përdor dhe 2 kokra vezë që do të bëjmë atë që do të presim me vezë e limon, themi, ne do të rregullojmë me vezë e limon. Edhe pak sa të më bëhet uji gati, dhe më mbrapa unë do të fillojmë për të përgatitur qoftet. Nuk e di si do t'jemi me kohën, nëse do t'kemi kohën në fund fare, që është e vërteta unë kam gjetur, do me thënë sot në treg, gjeta rush të cilët ishin hequr, do me thënë kokra. Dhe janë shumë të lira. Edhe me ndova për të përgatitur një tartë, nuk e di se si jemi me kohën, po shumë e thjesht. Nga këtë moment kemi 4 minuta kohë. Mirë, nuk flasë. Po kemi dhe pjesën e dytë. Kemi dhe pjesën e dytë. Do kemi prapë. Po shohim si do jemi në pjesën e dytë me kohën, dhe nëse do të kemi... Hedhim ujë. Ujën e nxehtë. E nxehtë. E lëm që të do mirë ujë, sepse do bëhet si... Po, sepse supë. Supë, do shtojmë. Ja, këto se do zjenë edhe qofte, do shtojmë qoftet brënda, do hidhet një seshtja që do t'i lidhi, kemi patatin, kemi selinon që do të marim aromë dhe shien e mirë, po kemi kaj shumë gjëra neve këtu. Okej, shumë e mirë më duket kjo supa. Edhe kapakin, edhe kemi gati. Ne të dashuran visa, tani që do dalim në pushim, besoj. Kjo ishte pyetje? Po, nga që më the 4 minuta, me ndova se... 3, besoj. Ashtu, kështu që unë do të tregoj se si. Zakonisht, unë në shtëpi i bëj kështu. Si i bën? Kështu duam dhe ne ta dim. Sepse marë, unë kam, si të thuash, një për dhe mbesa. Edhe, që ata duan që t'i bëjnë, dhe nuk e din masë, edhe unë u ahet kështu. Edhe ata i marim, pasaj dhe u them që bëni top, tha kështu. Edhe i bëjnë kështu me duart e vogla. Dhe vërtet dalin të mira. Tani ndoshta është pak me madhe kjo, po tendoj t'i bëj pak më të vogla. Ne do t'i bëjmë në me një topsa lug të vegjël. Mos jenë kaq shumë të mëdha. Me një lug çaji. Ja. Kaq. Me si thuash, edhe për ju në shtëpi është më mirë, sepse e di, hidhni të gjitha si mas. Edhe pastaj i bëni atë rrumbullakosjen. Okej. Është shumë e thjeshtë. Ja kështu dhe i nxjini. Është mirë 4 me 6 qofte për person. Okej, ne kemi goxha mjaftueshëm aty. Momenti për të shtuar qoftet në supë, cili do t'jetë? Pasi ajo do të qëndroj për një 10 minuta të valoj, pastaj do t'i shtojmë qoftet. Okej. Ne do presim nëse do të... Pra, aq kohë do të na duhet për të përgatitur qoftet në topsa të vegjël, kështu që në të njëjtën kohë supa. Ne do t'i mbajmë, do t'i tregojmë se si do t'i bëjmë topsa kur të kthehemi. Okej, edhe kohën e vendosjes. Unë thjesht ua bëra kështu që t'jetë më të kollajshme. Mos t'i bëjnë një nga një dhe t'i marrin një nga një dhe t'i punojnë e t'i... Pra i ndajmë një herë veç me lugë dhe pastaj. Ne kuptoj. Mirë, shumë mirë.
Pra në pjesën e dytë kur ne të kthehemi, do të kemi gati specat e kuj që kemi vendosur në furrë për të pjekur, do t'i pastrojmë nga lëkura dhe do të përgatisim pjesën tjetër të recetës, që do të thotë mbushjen që do të bëjmë me njomzën apo me djathin e bardhë nga kompania Lufra, do të kemi përbërës të tjera që do t'i ashtojmë kësaj recete si që është qepa, hudhra, besoj dhe këto specat që vim pak djegës. Po, janë specat djegëse që që do t'ja japin shumë shtojmë shije. përsëri specave të kuq, kështu që kemi dhe do t'i kthejmë prapë në furrë. Po se si do t'a realizojmë, do duhet të presim t'a shohim, sepse thjesht kemi bërë një shpjegim të recetës me fjalë, ndërsa përsa i përket recetës së dytë, do të presim gjithashtu të na marrë një valë dhe të ziejnë perimet që kemi vendosur në tenxhere, dhe kur të kthehemi do të përfundojmë qoftet në toptha të vegjël dhe do të shohim dhe momentin kur do t'ja shtojmë supës, e cila do të mbaroj gjithashtu me atë prerjen që do të bëjmë me vezë dhe limon. Shumë mirë. Okej, besoj është momenti për të shkëputur, nëse jo, shohim dhe një herë recetat, sepse është tjetër gjë kur i flasim dhe tjetër gjë kur i shohim në ekran. kështu Po përgatiten mirë, do dhe dalim këto. nga studio, kthehemi dhe recetat i shohim kur të vim përsëri. Këndi i gatimit. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në Villa 24 për të përfunduar recetat tona. Sigurisht, të dashura visa, tham që do të përgatisim qofte dhe ja shikoni këto qofte tani. Që sa bukur i ka vendosur gati. Në fillim fare tham që i vendosim me luk-luk, jo dim do me thëmë paka shumë masën se sa duhet për se cilën, dhe pas ta i bëjmë një rumbullakosi dhe i kemi kështu të gjitha bashkë. Ndërkohë që edhe këtu perimet tona janë bërë gati, sepse si që shikoni, janë, si të thuash, janë lidhur. Kemi karot, selin në presh, patate, këto janë, krip, piper, asin që tjetër, dhe gjalpi dhe vaj, mos harojmë, sepse një zbutje të lektë, nuk është se bëjmë kavërdisje. Dhe tani, në një temperaturë, jo e ulim pak temperaturë, mos keta të valën që të ketë kështu, do me thënë që hedhim qoftet, dhe i hedhim një nga një, i hedhim kështu. Duke lënë pak distancë nga njëra tjetra, ato do fillojnë do më piksen me njërë nga temperatura e nxehtë, dhe duke kemi bashkim të topsave. Dhe thamë që tek qoftet kemi hedhur dhe një 2 pika limon. Limoni ndihmon që mos të prishen, sigurisht që edhe kështu nuk prishen, por limoni është akoma më mirë, edhe tjetra që jep edhe shije në brëndësi mishit. Sepse neve, si që ju thash, i kemi bërë qoftet, me perime që thamë brënda të qoftet kemi hedhur karot, kemi hedhur erza, kopër, majdanoz, kemi shtuar edhe karot dhe mishin. Kështu. Për sa minuta duhet të qëndrojnë, apo dallohen pak a tani shumës? 20-25 minuta, sa neve do fillojmë andej, do bëhet këtu, pastaj kalojmë neve të bëjmë atë që ta presim me vezë dhe limon. Një supë të shishme e tradicionale. është supë e nënave. Po pra, shumë e mirë që e përgatisi një tenxhere dhe kënaqin gjithë pjesëtarët e familjes. Unë atë po mendoja, nëse ju se keni bërë drekën edhe për sot, do t'ishte një pjatë shumë e mirë, edhe e thjesht për të përgatitur, po. Edhe nuk kemi as kuqe as gjë. Do t'a lëmë atë neve që të na bëhet gati dhe do të vinë në momentin e fundit që do t'a presim me vezë dhe me limon, do t'a regullojmë me vezë dhe limon. Tani thamë neve për specat në fillim fare, i vendosëm specat duke i spërkatur me pak krip, edhe me pak vaj, se vaj i pjek edhe ndihmon që të edhe të shijohen, por sigurisht edhe që të piqen më shpejt. Ndërkohë që unë tani në pushim, i hoqë atë pjesën e cipës, ja shikojmë këtu, janë pjekur, kanë lëshuar një aromë të mirë dhe që të na hiqet pjesa e cipës shpejt, ose i kalojmë në një kështu membran guzhine, imbulojmë, ose dhe me këtë kapakun. Gjitha këtë zgjidhjen e shpejt, vendosa kapakun këtu, u zbutëm dhe i hoqa me njerë. Para se ti filloj tani që ti zbut, ti mbush, do të bëjmë këtë veprimin tjetër, pra që do të thotë. Tani me se ta bëjmë me gjizë dhe me djath, apo ta bëjmë, unë do ta bëjmë me të dyja. Si të keshti dëshirë? Juve në shtëpi dhe juve në shtëpi ndonjëherë ndodh që keni atë që thash në fillim fare, pak gjizë, pak djath, edhe mund ta bëni, domethënë me njëra me tjetrën. E hapni gjizën, përdoreni aq sa duhet, tjetrën pastaj e hedhni në një enë dhe e mbani në frigorifer. Nuk është se do ta hedhni të gjithë.
me një luk të pastër, pra do të heqim neve këtu. Është mirë ky kombinimi me gjizë dhe me djath. Po, e bën edhe më të shishme, është e vërtet. Hapim edhe paketimin e djathit të këto bardhë. me djathë bëhet edhe një lloj tjetër që bëhet me specë, me djathë edhe me domate, edhe me Kështu me specë mbushje djegës. Jo, apo me i feta? shtron, do me thënë, shtron në speca, të ndryshme, të kuqe, jeshile dhe këto, i bën një shtres, vendos djathin sipër, domate, krip piper, po deshë do mund të shtojnë edhe në një spec djegës mbi ato, o sa të mira bëjt. Do ta bëjmë edhe një ditë tjetër edhe atë, po sot e mendova që ta bëjmë në këtë mënyrë. Okej. Kështu që ja presim edhe një copës djath, sepse kjo duhet thërmuar. Okej. Si lashtu, po hajde, s'ka që. Lufra dallohet. Dallohet, po dallohet. Njihet që nga larg. A, këtë djathi shumë i mirë, ja. E thërmojmë këtë këtu tani. Tu t'i hedhim vaj, krip, piper, hudhër, majdanoz. Okej, dhe kështu po realizojmë mbushjen që do të na duhet. Përshim pak duart dhe të fillojmë tani. Po. Unë kam këtu. Do të hedh majdanoz. Thikën? Kam këtu, jo, sharre nuk na. Jo, e kam këtu se e kam lartë. Kam këtë këtu, Është të dyja sharre për kanë mbetur. Nuk më prishin punë që të hedh edhe pjesën e bishtave. Mund t'i përdore edhe tek pjesa e gjellës, por edhe këtu nuk, sepse e presim kështu imët. Okej. Dash ka goxha majdanozë. Po shiko, mirë i bën, dëm si bën. Jo të tepruar, një tufës. S'është edhe shumë kjo. Tufës të vogël. Është ta mamaj sa duket. Okej. Tani një 2 thelpi hudhër, sepse për masën që kam unë nuk kam nevojë për më tepër. Okej. Speca djathin shkon me hudhrën shumë. Po. Sidomos specat e kuq. Doni bëjeni në rende, por që është e vërteta, unë kam edhe një qikë qef që ta ndij pak shumë. Po për ata që nuk dua, do me thënë nuk e pëlqejnë hudhrën, mund të hidhi më pak edhe ta grini imët, që të humbas brenda. E kuptoj. Ose tjetra, mund t'i vendosin, do me thënë t'i pjekin me ato specat gogozhare, ashtu si që janë me pjesën e cipës, dhe është, do me thënë, kur e vendosin, brenda nuk ndihet fare ere, veç se marrin atë vlerën ushqimore. Ka shumë gjëra Pra ka guzhina, mënyra edhe për hudhrën që dhe për ata që njerëzit nuk që nuk janë e- dashamirës të hudhrës, por si që themi është antibiotik duhet natyral. konsumuar. Plus që ka shumë receta që e kanë të domosdoshme, e duan brenda aromën e hudhrës. Tani, Po. unë mendoj t'i hedh, me që kam të kuqe ato, t'i hedh edhe pak nga ky speci, brenda, juve, nuk është shumë djegës, është aq sa duhet. Janë ato specat e vogla që janë shumë Po. djegëse, po do hedh brenda kaq. Okej. Okej. Kaq do të na duhet për mbushje, Po, nëse se qepët nuk do të na hedh- duhen për Nuk hedh më shtres. tepër. Okej, pra, Edhe kemi vendosur në vaj. tasin që sapo pat, 2 lugë gjizë nga lufra, një copës të bollshme me djath të bardhë të thërmuar, kemi shtuar majdanoz, hudhra të grira imët dhe pakës Piper. spec, pak djegës, gjysmë djegës, jo ai pikanti i fort që të përvëllon dhe piperin e zi. Tani neve këto do t'i mbushim dhe do t'i vendosim në një enë. Okej. Tani këto janë të pjekura, mund të shtojnë akoma edhe djath kaçkavall, jo se nuk i shkonte, Shika, të japu një alternativë për djathin nga çkavall, me qënë se e kemi këtu. Edhe nëse nuk doni të humbisni kohë për ta prerë, e keni sigurisht edhe në copë, e keni edhe kështu. Po përgatime, për shembull për t'ia shtuar makaronave sipër apo mbushjes specave, e keni edhe gati nga lufra, nuk keni pse lodheni për ta grirë. Por në të dyja variantet vjen, kështu që e zgjidhni ju. Po ja u them me qënë se Kati na shtoi edhe një lloj djathi tjetër që mund t'i shkonte recetës së specave. Si po shkon puna? Ja, t'i vendosim kështu, t'i vendosim dhe një tjetër.
Megjithëse mendoj Pra këto speca mund të vendosen si mesore në tavolinë, por pse jo për darkë mund të ishin dhe një vakt është e vërtetë mjaftueshëm. Tani, unë nuk është se do ta hedh, por edhe sikur t'ja hidhje gjizën sipër, është e njëjta gjë, t'ja hedh më mirë. Hidhja, se ajo dhe do shkri pak gjatë. Por do dhe qepën sipër unë, zakonisht i vëjnë kështu. Por nuk na prish gjë, thjesht na plotson akoma më tepër. Me që ka mbetur, pse të mos e përdorim të gjithëm, edhe i shtojmë shije, tapës me speca. Salsinë dhe masën në recetë e keni parë për 10 spesa, që do të thotë duhet të bazoheni tek për masat. Ullë pak atë sopën? Po, pa tjetër. Sa ta qoj? Tani qojt e 3-4. 3 po e lë, se ajo e ka marrë. E ka marrë, nuk ka nevojë. E ka marrë temperaturën, po. Qepën në fetëza të njoma. Ke zgjedhur vetë qepën e kuqe, apo? E zgjodha kështu, jo se ka ndonjë. E vendosim këtu. E mbulojmë me qep të kuqe. Presim dhe një radhë. Dhe do ta kthejmë përsëri në furrë. Në furrë, tani do vendoset në furrë, po më përpara. Pak vaj e do kjo tani se. E kemi gati për ta vendosur në furrë. E çojmë në furrë. Okej, furrën si që themi gjithmonë e kemi të ndezur më përpara. Po. Edhe tani do të vazhdojmë me tani një përmbledhje të shpejtë këtu. Nëse ke ndonjë gjë tjetër, ndonjë informacion të Janila, tani e ke kohën e duhur. Unë informacione? Sa të duash thuaj. Ja, po më mungonte një gjë këtu mbi tryez. Dhe po më mungonte mielli i preferuar imi. Ku është mielli për çdo përdorim? Më ka humbur. Duhet jetë aty përpara. Ja, i gjeta. Informacionet e mia janë gjithmonë për ushqimin. Ndaj jam këtu për të plotësuar recetat e kantit, kur ne zgjedhim të gatuajmë. Ndaj ajo që them vazhdimisht është se shëndeti ynë, suksesi ynë i recetave nis nga produktet ushqimore që ne zgjedhim. Shpesh themi që Kati na ka dhënë një këshill shumë shpesh në fakt kur bëhet fjalë për gatimin, që është më mirë të shpenzojmë aty ku duhet. Pra të mos orientohemi gjithmonë nga çmimet. Është më mirë të marrësh një produkt që ndoshta mund të duket pak më shumë, por ama ti merr më të mirin edhe i bën një nder vetes tënde, shëndetit tënd dhe familjes tënde. Dhe ndoshta shpesh kur recetat që ne bëjmë këtu mund të mos ju dalin identike në shtëpi, qoftë ai brumi, qoftë petët, qoftë pamja, duhet të dini që është produkti ai që bën diferencën. Ndaj e njëjta recetë nuk del njësoj nëse ju nuk gatuani me produktet e duhura. Shkurtimisht përpara se Katit na prezantoj se çfarë po ndodh me supën, do doja t'ju përmendja bashkëpunëtorët tanë edhe një herë me një falënderim të përzemër që janë pjesë e tryezave tona dhe na shkëlqejnë recetat tona dhe na ndrisin duart, si thot Kati, siç është kompania Atlas me miellin Ola. Sigurisht të tjerë mbështetës, po i përmend shkurtimisht, sepse edhe në pjesën e parë i përmenda edhe arsyet pse duhet i zgjidhni, Veza O Vital, veza më e mirë që gjendet në treg. Eksperienca e saj mbi 20 vjeçare ka bërë që të jetë e tillë vit duke u përmirësuar me gjithçka që sjell pranë konsumatorit. Lufra, kur themi lufra, themi çdo produkt që vjen me bazë qumshi dhe ju e dini shumë mirë, e pa diskutim, janë salçiçet Vudi, të preferuarat e mia dhe jam e sigurt edhe për ju që i preferoni në mënyrë të veçantë për mamat që kanë edhe fëmijë, se fëmijët i duan shumë salçiçet. Kati, e ke vërej që i kanë shumë qef? Edhe qoftet i duan shumë. I duan jashtëzakonisht shumë, edhe kështu me lëng është një, si thua, një pjatë shumë e mirë dhe e kënaqshme për fëmijët. Kështu që fëmijët duhet t'i mësojmë që të vegjë, ma që në 6 muaj dhe lartë, fëmijët duhet fillojnë të mësojnë të hanë vetë. Të hanë vetë, ashtu me duart e vetë ato vogla. Ashtu si t'i bëjnë, le të bëjnë prisë, le të bëjnë, ka ndryshuar gjërat, pra ne themi që gjërat ka ndryshuar. Dhe ne do vemi sipas kohës. Ndonjëherë neve nënave, ç'është e vërteta tani se hajde se marko nuk e di se mos tjetër ti përfundojnë. I thoja nuse që mos ja jep se do mbytet dhe mos e jep copës dhe këto, bëja në blender, nuk kam ato gjëra, ka ndryshuar shumë gjërat. Dhe neve do vemi sipas kohës, do t'i lëm nuset tona të bëjnë ashtu siç
duhet Do të me thënë, ty mendoj. Kati nuk të vjen keq kur Jo. kur të Fillimisht të më duket- ndërhyn, po themi për ato. Jo. Ja. Absolutisht që jo, sepse sigurisht kohët ndryshojnë, evolojnë. Patjetër. Nuk kelimi mbrapa. Do Edhe të shiko, ngjelim edhe në ne të gatimet rriturit kemi tona. ndryshuar mënyrën të ushqyerit, Ashtu, kështu që ajo është zinxhir, pa diskutim. Anila, të lutem andis pak se këto gishtat e mia nuk punojnë. Edhe unë të filloj të përgatis. Ku e do? Apo do këtë poshtë? Jo, atë Të sipër, te pesa e kam lënë. Në rregull jemi. Edhe më pak se mos. Tani do jetë të vez të kuqe Atëherë, do presim supën. Po, do ta bëjmë Do gati presim këtë. supën. Me një kokër vezë? Jo, do hedh 2. 2. Problemi është kisha marrë dhe një tjetër se do bëjnë çik këtë të verdhën, Të duhet të bardhën. Të duhet vetëm e verdha apo? Jo, të dyja do më dojnë, po ja i kam Okej. këtu s'kaq. Okej. Ja. I dua të dyja. Të merja të bardha, po hajde se mora të verdha tani. Mendova. Ti bëja një ashtu, po më mirë. Okej. Në rregull. Tani këtë. E përzihem. Edhe unë gjithmonë tek e bardha hedh 2 kokra krip. Nuk e di pse e kam atë idenë se ajo kokra e kripës sikur e pjek të bardhën dhe sikur i heq edhe ato erën. E kështu mendoj dhe më duke sikur ka një rezultat. Po patjetër, me gjithë eksperiencën e gjatë që ti ke në kuzhinë, jam e sigurt që janë gjëra të testuara dhe nuk vijnë thjesht sepse ti ke një ide që ajo që unë kam mësuar nga ty për shembull është një veprim që më parë nuk e bëja, siç është skuqja e qepës me pak krip. Edhe e kam vënë re që e ndihmon shumë, e zbut, jep atë, i lëshon aromën shumë më të mirë, pra që në momentin që ti e shton atë kokrizën e kripës, e dallon dhe në sy që fillon edhe merr një pamje tjetër skuqja e qepës. Ja, këto gjërat e vogla, duken shumë vogla, po në kuzhinë japin rezultat shumë të mirë. Ato ka kuzhina, se gjitha një lloj gatuajnë, po ka, si thonë, 100 shefa të vendosim në një radhë, dhe se cili do ketë atë të vetën, sepse se cili ka sekretin e vetë. E vërtet. Dhe kuzhina duhet thënë ka shumë sekreta, dhe shefat e mëdhenj asnjëherë nuk i thonë të gjitha. Jo, ç'është e vërteta, unë mundohem her pas here t'i them ato që i di, t'i them ashtu siç i di, domethënë dhe që të jenë efikase, të kenë rezultat, sepse jo të thuash kot gjëra që nuk shërbejnë. Nuk shërbejnë edhe thonë që po ne e bërëm kështu si tha Katerina dhe nuk na doli ashtu si e tha ajo dhe si e bëri. Jo, unë ato që i them dhe e di që kanë shumë rezultat. Tani. Ç'do bëjmë tani? Këtu, ja do ç'do bëjmë tani. Do hedhim këtu tani një lugë një seshte. Një lugë një seshte. Dhe do hedhim edhe lëngun e limonit. Ne do hedhim një limon dhe pastaj e shikojmë. Ka një mënyrë kjo supa me qofte që prihet me kos me vezë, apo s'është kjo? Bëhet edhe me kos me vezë. Ka, po unë do ta bëja me këtë lloj mënyre sot. Hedhim lëngun e limonit, kemi dhe atë, si thua, për limonin, që është e vërtetë më pëlqen edhe kështu. Ti edhe pak këtu. Te veza? E përzi. Tani ta shikojmë edhe për pjesën e supës, por qofte të ishin të vogla, patatet janë të vogla, zien shumë shpejt, kështu që... Po, duhet jenë bërë. Ajo që është, më ka rënë një 2 nga këto... Të limonet, farëza. Të limonit, do t'i heq. Ka rast ndonjëherë që nuk i heq, po duhen hequr. Edhe duhet shkrir mirë kjo lëngu këtu. Një seshtja me lëngun e limonit. I përzien këtu tani. Jemi në rregull deri këtu. E kemi kaq? Do mbushje? Jo, tani tani do ta presim. Rregullimin e temperaturës. Tani këtu. Rregullimi i temperaturës së vezës që të mos prihet është duke marr. E heqim nga temperatura e sobës, e afrojmë këtu. Edhe marrim lëng. O, sa të mirë na e bërë. Po pra, atë po e mburim vetëm edhe gjellën tonë. Aq e mirë është bërë sa s'ka. Ja, e hedhim kështu në mënyrë graduale. Janë zjerë, se nuk ka nevojë që të... Aj që kemi toptat vogla. Kemi në rregull.
Tani, tjetra, e hedhim dhe e tundim. Okej. Po për të pre nuk pritet më ajo tani, se u rregullua edhe temperatura, e kemi nxjerrur edhe nga soba. Edhe mos e keni merak se nuk pritet. E tundim kështu, ulim temperaturën e sobës, e kemi të fikur më tani, edhe e lëm në të fikur. Se nuk duhet të marri val. Pa. Ke nevojë për mua? Ta bëj dhe njerë unë, Anila. Tani thjesht e lëm kështu si që është në temperaturë të sobës, se fillimisht ajo është fikur në rregull, ka ullur temperaturën, e lëm të qëndroj sa ti jemi gati pastaj për ta konsumuar. Do me thënë tullet pak temperatura, e duam ta kemi të vakët, jo të valuar gjellën që ta konsumoj, sidomos këtë lloj supe. Tani sipas dëshirës mund të shtoni edhe lëng limoni dhe në fund fare sigurisht që do të keni majdanos të grirë hollë. Unë heq këto, bëj pastrimin e duarve dhe me njëherë e servir supën, sepse është gati. Shumë mirë. Para se servirim supën, pra kur të jetë gati për në pjatë, shohim pak recetën, me qënë se ka 2 pjesë, pra janë qoftet më vete dhe supa më vete, e më pas të dyja bëhen bashk. Unë e kam këtu dhe ju do ta keni pas pak në ekran. Sup me qofte dhe perime, vez e limon. Për supën na duhet një patate, një deg selino, një karot, disa presh, një lug gjalp, 2 lug vaj, 2 vez, një lug niseshte, një limon, krip edhe piper. Qoftet janë këto që po shohim tani, 400 gram mish të grirë, 3 lug oriz, një qep pesatare, një karot, një vez, kopër, majdanoz, krip edhe piper. Okej, këto ishin të dyja recetat të ndara nga njëra tjetra që ju ta keni të lehtë për t'i mbajtur shënim, pra të mos ngatroheni me njërën dhe me tjetrën, dhe tani do t'jetë momenti që ne në një pjatë, në një enë për supën, apo në një tas, me qënë se është supë, do t'a shërbejmë së bashku me pakës majdanoz. Ose dhe kopër. Ose kopër, mund t'i shtoni limon, mund t'i shtoni piper të zi, pra këto përbërësit e tjerë që përgjithsisht supës i japin shije, dhe në të njëjtën kohë besoj se do duhet të nxjerrim nga furra edhe tavën me speca, me qënë se sipas orës ne jemi në minutën e fundit. Servirim në mënyrë tradicionale për të rriturit. Bukur shumë. Anila, të lutem. Gati, gati. I di unë veprimat. Sa e mirë doli, bëjeni këtë supën, shumë e mirë. Këto di që është ftohur edhe pak koha, e di sa shijon? Tani unë mendoj që për të shtuar në një gjë tjetër, vaj ullire ose kështu gjëra sipër, nuk ka nevojë, është një supë e lehtë, një supë e shishme, e shëndetshme, e kënaqshme, Ja, po ja për fëmijët. Po, shumë e mirë. Anti e bëre në 2 variante mënyrën të shërbyrit të supës. Edhe për fëmijët, Anila. Pse fëmijët e duan me tas të vogël? Një qik më kështu. Ma dje ka tasa që janë më të lezetshëm. Po, janë figura me ngjyra, po. Është e vërtet që ushqimi duhet të jetë i bukur edhe në mënyrën se si shërbehet, sepse e bën atë vaktin. Ti kushtohet rëndësia e duhur, nuk është thjesht gatimi, është i gjithë procesi dhe mënyra si ne shtrojmë tavolinën, koha që japim vetes kur ulemi të gatuajmë, kur ulemi të ham, të konsumojmë ushqim. Është ajo që themi neve fillimisht e ha syri dhe pastaj. Ata nxjerrim edhe tavën kati se jemi në fund. Nxjerrim sepse nuk është bërë se pas sobën që ajo do doje edhe pak që donte edhe pak, do ta llohet në sy, ajo sipërfaqja e qepës duhet të jetë më. Po do e nxjerrim sepse nuk kemi më kohë, edhe do ta rikthejmë përsëri në furrë kur të jetë momenti. Dhe o Vitali që vjen i bukur edhe me ngjyra, edhe me vezët e kuqe e vezët e bardha. Dhe tani do të shohim edhe tavën e specave, edhe do duhet ta mbyllim pjesën e kuzhinës. Të lumshin duart. Aroma këtu është e shkëlqyer. Specat. Ta lë ashtu, Anila, si të E di fiksimin tënd, Anti.
do thoni unë çfarë di unë. Po ja, këto tavet e porcelanit, kur janë të bardha në mënyrë të veçantë edhe futen në furrë, sigurisht që spërkaten me lëngjet e gatimit dhe Katja ka bezdi, ndaj i mbulon me këto pecetat që ju të shihni vetëm pjesën e bukur. Kati të lumshin duart. Faleminderit e dashur, Mua më pëlqejnë shumë të dyja recetat. Recetat të thjeshta, recetat ato të nënave tona, të gjysheve tona, të cilat i kemi sjell pak si më ndryshe, duke shtuar këto perimet edhe këto dhe mënyra se si u përgatita. Ndoshta një sekret të vogël, ajo që thash për punën e limonit është mirë, domethënë që ti përdorim qoftë në këto lloj qofte, por dhe në të gjitha llojet e qofteve, këtu je për rëndësi ajo që qoftet të lidhen të mbahen më kompakte, por kur i kemi qoftet me perime, ajo është që i bën që mos të thithin vaj, prandaj hidhet dhe lëngu i limonit. E vërtet. Pra këto ishin gatime që ne të dashura misa përgatitëm për ju e sot. Që besoj se ju kanë shërbyer. Kati të falenderoj. Shpresoj të kenë pëlqyer, të jenë, si thua, të zënë vend këto në tryezat e tyre familjare me pak gjëra të vogla që neve ndryshuam sot. Dhe ju uroj një ditë bukur në vazhdim, ju dua shumë dhe miru takofshim nesër këtu në të njëjtën orë me bukurosjen time, anilën time, me energjinë pozitive që mua më kënaq dhe më jep shumë kënaqësi. Faleminderit. Sot besoj ishim sikur më ndryshe. Më ndryshe, dita dyta sot di kishim emocione. Më mirë sa. Nesër më mirë akoma. Ishim në shtëpisën e re dhe na dukesh sikur ç'u bë. Po jo, jemi shumë mirë. Ka të lumshin duart edhe një herë nesër që në mëngjes do të prezantojmë të tjera receta plot shije dhe ide që i vinë në ndihmë zonjave zotrime që na ndjekin. Tani është momenti që ne të shkojmë në publicitet edhe të kalojmë në këndin e të ftuarve, do të kemi miq sot për të folur për një temë interesante. Pas pak vim tek ju.